Surja Rad, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto janë ajetet e librit. E tërë ajo që t'u shpall ty nga Zoti yt është e vërteta, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla që mund të shihen nga ju, dhe më pas ai që ndroi mbi fron, Arsh. Ai e nënshtroi diellin e hënën, që lëvizin sipas një afati të caktuar. Ai rregullon të gjitha çështjet dhe i sqaron argumentet me hollësi, që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Është ai që e shtroi tokën dhe vendosi në të male e lumenj dhe të gjitha llojet e frutave i bëri çift, 2 nga 2. Ai bën që nata ta mbulojë ditën. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në tokë ka hapësira që qëndrojnë pranë njëra tjetrës. Ka vreshta dhe fusha të mbjella. Ka palma që janë me shumë deg, por edhe pa të tilla. Të gjitha ujiten me të njëjtin ujë, por ne i kemi bërë me shije të veçanta e të dallueshme nga njëra tjetra. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Nëse ti çuditesh, është edhe më e çuditshme kur ata thonë, a do të krijohemi sërish pasi të jemi bërë dhe? Këta janë ata që e mohojnë Zotin e tyre dhe do të ndëshkohen me prangën në qafë. Ata do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e ndëshkimit para së mirës, edhe pse para tyre ka pasur dënime të ashpra. Me të vërtetë, Zoti yt e ka faljen të madhe për njerëzit, me gjithë padrejtësitë e tyre, por të jeni të bindur se Zoti yt është edhe ndëshkues i rrept. Ata që nuk besojnë thonë, përse nuk i zbret atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij? Por ti je veç se një qortues dhe çdo popull ka pasur udhërfyes. Allahu e di çfarë bart çdo femër dhe çfarë paksojnë e çfarë shtojnë barqet e tyre. Tek ai çdo gjë është me mas të caktuar. Ai e di të padukshmen dhe të dukshmen. Ai është i madhi dhe i lartësuari. Për atë është një lloj nëse dikush e fsheh fjalën apo e shpreh të haptazi, nëse vepron fshehtas natën apo vepron haptazi ditën. Për çdo njeri ka mbikëqyrës para edhe prapa tij, të cilët me urdhrin e Allahut e ruajnë atë. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë në veten e tyre. Por kur Allahu vendos ta ndëshkojë një popull, atë ndëshkim nuk ka kusht as paraps dhe ata nuk do të gjejnë mbrojtës tjetër veç tij. Është ai që ju a shfaqë rufen, që të friksoheni dhe të shpresoni, dhe është ai që i krijon re të dëndur. Bubullime e madhëron atë me lavdinë e tij, e po kështu bëjnë edhe melekët nga frika ndaj tij. Është ai që i dërgon rufet dhe godet me to këtë doj, dhe ata, i dhujtarët, guxojnë të polemizojnë rreth Allahut, kur ai është një ndëshkues i ashpër. Lutja e vërtetë është vetëm ajo që i drejtohet atij. Ndërsa idhujt, të cilët jo besimtarët u luten veç tij, nuk kanë për t'ju përgjigjur kurrë. Ata i ngjajnë atij që shtrin duart drejt ujit që ai t'i shkojë në gojë, por që kurrë nuk ka për t'i shkuar. Lutja e jo besimtarëve është veç se një kotësi. Gjithçka në qiell e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut, me hira me pahir, e po kështu edhe hijet e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Pyeti, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Thuaj ju, Allahu. Thuaj, mos vallë keni zgjedhur zota të tjerë veç tij, që edhe vetes tyre nuk mund t'i bëjnë as dobi as dëm? Thuaj ju, a është i barabartë i verbri me atë që sheh, dhe a janë të njëjta errësirat me dritën?
Apo mos vallë besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai, dhe tashmë ky krijim ju ngjan një lloj? Thuaj, Allahu është i vetmi krijuesi çdo gjëje. Ai është i vetmi dhe ngadhnjimtari. Ai zbret nga qielli ujë që rrjedh nëpër lumenj me mas, ndërsa vala nxjerr shkumën mbi sipërfaqe. Edhe ajo që del nga shkrirja e xeherorit në zjarr për të bërë me të ndonjë stoli ose ndonjë mjet, është shkumë ngjashme si ajo. Kështu e sqaron Allahu shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës, sepse zgjyra zhduket si shkuma, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kështu i shpjegon Allahu shembuj. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre, janë të gjitha gjërat e mira. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, edhe sikur të zotrojnë gjithçka që është në qiell dhe në tokë, madje edhe një herë sa ajo, do t'i jepnin si kompensim për t'i shpëtuar ndëshkimin. Ata do të kenë gjykimin më të rëndë dhe vendi i tyre është xhehenemi. Sa vend qëndrimi keq është ai. Atëherë, a është i njëjtë ai që e di se ajo që t'u shpall nga Zoti yt është e vërtet me atë që është i verbër? Vetëm njerëzit e mençur e kuptojnë qortimin. Ata që e përmbushin besën e dhënë Allahut dhe nuk e shkelin fjalën e premtuar, ata që i ruajnë lidhjet që Allahu ka urdhëruar të ruhen, i friksohen Zotit të tyre dhe i druhen gjykimit të rënd, ata që ngulmojnë me durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre dhe falin me rregull namazin, ata që japin haptazi dhe fshehtazi nga ajo që u kemi dhënë ne dhe të keqen e kthejnë me të mirë, këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e përjetshme. Për ta janë përgatitur xhenetet e Adnit, ku do të hyjnë ata dhe prindrit, gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë qenë vepërmirë. Melekët do t'i vizitojnë ata duke u hyrë nga çdo portë. Selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpëtimin. Sa e mirë është shtëpia e tyre e përjetshme. Ndërsa ata që e shkelin besën e dhënë Allahut pasi e kanë dhënë, i shkëpusin ato lidhje për të cilat Allahu ka urdhëruar të mbahen fort dhe bëjnë shkatërrime në tokë, ata janë të mallkuar dhe për ta është shtëpia e tmerrshme. Allahu i jep me mbushulli atij që ai dëshiron dhe po ai kufizon. Ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote, por jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër është vetëm një përjetim mashtrues. Jo besimtarët thonë, përse nuk i jep atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij? Thuaj, Allahu lë të humbur atë që ai do dhe udhëzon në rrugën e drejtë atë që kthehet tek ai. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur kujtojnë Allahun. Dijeni se me kujtimin e Allahut zemra gjen qetësi. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë çdo mirësi dhe vende të bukura. Kështu, ne të dërguam ty te një popull para të cilit kanë kaluar shumë popuj të tjerë që tu lexosh atë që ne ta shpallëm, sepse ata janë duke e mohuar të gjithë mëshirshmin. Thuaj, ai është Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me meritë veçti, vetëm atij jam mbështetur dhe vetëm tek ai kthehem. Edhe pse ky Kur'an është ai libër me të cilin malët do të lëviznin, toka do të qajë dhe të vdekurit do të flisnin, idhujtarët përsëri nuk do të besonin, por sigurisht e gjithë çështja i takon vetëm Allahut. Vallë, a nuk e din ata që besojnë se sikur të donte Allahu, do t'i drejtonte të gjithë njerëzit tek e drejta? Por ata që nuk besojnë për shkak të veprave të tyre, do t'i godas vazhdimisht shkatrimi, ose do t'ju vi pranë shtëpive të tyre derisa të vi premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel kur premtimin. Edhe me të dërguarit para teje janë tallur mohuesit.
por atyre që nuk besuan, unë u dha shafat dhe pastaj ndëshkova. Si ishte ai dënim. Val, kush mund të krahasohet me atë? Allahun që mbikëqyr çdo kënd se çfarë vepron. Dhe megjithatë, ata i përshkruajnë Allahut ortak. Thuaj, na i tregoni ata. Mos vallë ju po i tregoni atij diçka që ai nuk e ditka. Qoftë ajo nga gjërat që janë në tokë, qoftë ajo fjalë prej fjalëve që ju thoni. Jo, por atyre që nuk besojnë u duket e mirë dredhia e tyre, prandaj janë penguar nga rruga e drejtë. Dhe ata që Allahu i lë të humbur, askush nuk mund t'i udhëzojë. Për ata ka dënim në jetën e kësaj bote, por dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ata nuk ka kush t'i mbrojë prej ndëshkimit të Allahut. Xheneti që u është premtuar të devotshmëve është si një kopsht i bukur, nëpër të cilin rrjedhin lumenj, ku ushqimi dhe hija janë të përhershme. Ky do të jetë fundi i lumtur i atyre që janë të devotshëm, ndërsa fundi i jo besimtarëve do të jetë zjarri. Ata të cilëve ne u kemi dhënë librin, gëzohen me atë që t'u shpall ty. Por ka grupime që e mohojnë një pjesë të tij. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun, pa i bërë shok atij. Unë vetëm tek ai ftoj dhe vetëm tek ai është kthimi im. Kështu, ne kemi shpallur atë Kur'anin në gjuhën arabe, për të qenë një ligj i përkryer. Por nëse ndjek dëshirat e tyre pas diturisë madhe që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmë e as mbrojtje prej Allahut. Ne edhe para teje dërguam profet, të cilëve u mundësuam të kenë gra e fëmijë. Asnjë i dërguar nuk solli argument, përveç se me lejen e Allahut. Çdo kohë ka librin e vet, ku përcaktohet caku i saj. Allahu fshin çfarë të dojë dhe përforcon çfarë të dojë. Tek ai është nëna e librit. Edhe nëse do të mundsojmë ta shohësh sa je gjallë një pjesë të asaj që ua kemi premtuar atyre, apo të ta marrim shpirtin para se të përfundojnë të gjitha, detyra jote është vetëm kumtimi i qartë i shpalljes, kurse gjykimi për ta i yni. A nuk shohin ata se ne po angushtojmë tokën nga skajet e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund të kundërshtojë gjykimin e tij. Ai është i shpejtë në llogari. Edhe ata që kanë qenë para tyre thurën intriga, por çdo intrigë është në dorën e Allahut. Ai e di se çfarë vepron çdo njeri dhe mohuesit do ta kuptojnë mirë se për kë do të jetë fundi i lumtur. Ata që mohojnë thonë, ti nuk je i dërguar. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmues midis meje dhe jush, por edhe midis meje dhe atyre që kanë njohuri për librin